ai i gjithmonë si i vetmuar. Ma unë gjithë shumë veçantë. Kur e ka lind mamaja e tij, e ka lënë te befotrofi Ersekës dhe i ka vënë edhe emrin Kujtim. Ai është gati. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Itali, do të hap dritaren për një vajzë të re, e cila quhet Juliana. Kërkon të jetë këtu në live me Odetën, pasi do t'i bëj një surprizë babait të saj, zotit Roland. Por kush është surpriza dhe kush është historia që ajo do rrëfej sot, hap dritaren dhe e përshëndes për një herë Julianën. E dashur Juliana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Gëzojmë që më morë, mezi po prisja të më merje. Mezi po prisja, jemi të dyja së bashku tani. Si jeni ju? Mirë. Ju jetoni në Itali, mos gaboj. Unë jetoj në Itali, po. Unë e kam lexuar me vëmendje mesazhin tuaj dhe ju kërkoni ndihmë për të gjetur prindrit e babait. Po. Si është? Unë jetoj në Itali, kurse mami dhe babi jetojnë në Shqipëri. Tani ka qenë dëshira më e madhe dhe është akoma e babait për të gjetur familjen e tij, por nuk e ka marrë guximin dhe mundimin as motra, as mami, as babi për ta gjetur. Dhe unë kam shumë dëshirë që ta bëj këtë gjë me ndihmën tuaj. E qartë. Gjithmonë. Për të gjetur. Dhe inshallah më realizohet kjo gjë, se dua t'ja bëj surprizë, inshallah. Dhe më vjen mirë që e ke marrë këtë guxim për të gjetur rrënjët biologjike të babait, të surprizosh babain që nuk e njeh kush është nëna e tij. Jo, nuk e njeh. Ai kur e ka lind mamaja e tij, po, e ka lënë te befotrofi Ersekës, po, në 14 prill 1968, e ka lënë atje dhe i ka vënë edhe emrin Kujtim. Kujtim. Po, ja kish vënë emrin Kujtim. Mbas 6 muajsh ka vajt nëna që adoptoi, vajtën për ta adoptuar. E adoptuam dhe ka qenë 6 muajsh kur e ka adoptuar. Gjysja ime që tani nuk jeton më, ka vdek, ka 10 vjet që ka vdek. Edhe nëna dhe gjyshi që adoptuan dhe ka qenë 6 muaj babi. Dhe nga emri Kujtim që e ka pas regjistruar në befotrofin e Ersekës, kjo familja që e ka adoptuar kanë qenë nga Korça. Po. Kanë qenë nga Korça. Dhe ja kanë ndruar emrin, ja kanë vënë Roland Kalaveshi. Mirë po, në dokumenta, në pasaport, ai rezulton Kujtim. Me emrin e tij të parë. Me emrin e tij të parë, Kujtim Kalaveshi. Kurse emrin ja ndroi gjyshe, ja vuri Roland dhe i thrisni Landi. E qartë, por jo se ja ka ndruar në gjendje civile, në familje e kanë thënë Roland. Po. Baba juaj ka lindur çfarë date? E keni të saktë? Po, në 14 prill 1968. Pra, që ditën që ai lindi, le të themi nëna e la. Mbas disa vitesh kur njëjti mamam time që u martuan, mamaja i ka diskutuar shumë me këtë muhabet që ta gjej prindrit e tij dhe ai nuk ka pranuar, në fillim nuk donte, se tha më ritën këta dhe nuk kam dëshirë të gjej, se mbase ose ka krijuar familjen e saj, dhe pse duhet t'i aprish familjen, kush e di si e ka pas hallin a punën, dhe nuk dua, plus që kjo që më riti nuk e kam në nëntime dhe nuk e di, ndjeshe si në faj. Julinda, në fakt të gjithë fëmijët e birësuar marrin hapin për të kërkuar rrënjët biologjike pasi ju vdesin prindit birësues, sepse nuk duan t'i lëndojnë. Dhe është e kuptueshme kjo. Mua më vjen keq se ai është vetëm, nëna dhe gjyshi që e ritën vdiq. Ai nuk ka një del tjetër, nuk e di nga e ka prej ardhin. Mua më vjen keq, nuk e di, s'ka një del tjetër, një vllaj, një motër, nënën e tij. Kam dëshirë shumë që ta dini. Se s'ka një der, është vetëm fare, vetëm nena ka, e kupton? Familjen e tij të vogël që ka krijuar kur është martuar. E dashur Julinda,
Bas dikur njëjti maman time, mamaja ime ja ka mbush mendjen dhe i ka thënë që të vini një herë ta provonin te shtëpi e fëmijës në Ersek. Dhe ka vajt, po flas shumë vite pa lindur unë, ka vajt te shtëpi e fëmijës në Ersek për ta marrë mundimin se mund t'ja tregonin kush e ka, dhe ata nuk kanë pranuar t'i tregojnë asnjë gjë. Duhet vite te komuniteti i birësimit. Ata i kanë gjithë të dhënat dhe fëmia ka të drejtën e plotë të mësojë se kush është nëna biologjike. Po, vajtën atje dhe thanë që i kemi të gjitha të dhënat, por nuk kemi të drejtë të tregojmë asnjë gjë. E dashur Juliana, ajo që dyshoj unë, gjithnjë flas nga eksperienca, por jo se gjithçka që them unë është e vërtetë. Po. Babai juaj është adoptuar në Ersek apo në Korçë? Në Ersek. Në Ersek, sepse në dijenin time Erseka nuk ka patur shtëpi fëmije Befotrof. Korça. Mua mami më ka thënë Ersek, po për ta pas një informacion më të sigurt akoma duhet ta pyesje. Pa më ka thënë Ersek. Sepse duke ditur që ditën që erdhi në jetë babai juaj në 14 prill të vitit 1968, u la nga nëna, kjo t'i jep përshtypjen që ajo sa ka vajtur në spital, e ka lindur, e ka lënë në spital. Dhe nga spitali, se kështu procedohet, fëmia kalon në Befotrofin më të afërt të asaj zone dhe Erseka afër ka Korçën. Po. Dhe babai juaj, kujtimi, ka kaluar besoj unë në shtëpinë e fëmijës në Korçë dhe duke ditur që dhe prindi birësues janë nga Korça, ata e kanë birësuar aty. Nase, po, ke shumë të drejtë. Kështu funksionon, do me thënë, që është birësuar në Befotrofin e Korçës, por gjithsesi këto janë detaje që janë të rëndësishme sepse ai vendlindjen e ka Ersek. Po. Që do të thotë nëna e tij biologjike është nga zona e Ersekës, nga fshatrat e Ersekës, nga Leskoviku, nga ato zonat aty. Logjikisht, se nuk mund të vinë një nën nga Shkodra të lindi në Ersek. Që ai edhe vendlindjen që e ka Ersek do të thotë që edhe rrënjët e tij biologjike i ka punë atë zonën aty. Po. Julinda, kur e ke marrë vesh të histori? Sa vjeç ke qenë? 8 vjeç. Si e mësove? Po, duke dëgjuar atje në shtëpi ku flisnin. Pastaj më tregoi dhe mami, më tha që nuk është nëna e vërtetë ajo që ka rritur baban, e ka adoptuar, kur ka adoptuar ka qenë 6 muaj babi, e ka pas emrin Kujtim, pastaj ajo ja ndroi, kanë vajt se nëna ja ka treguar mamit, kur kanë vajt që ta adoptoni, nuk kanë dashur t'ja jepnin këtë fëmijë sepse ato atje thoshin që ky fëmijë vjen nga një familje, nga një nënë e ngritur, pavarësisht se ajo i kishte pas ashurethana dhe Ela dhe nuk mund të ta adoptojmë ty sepse familja që adoptoi babain tim nuk kishte një shtresë e lartë, e kupton, ishte një shtresë punëtore, shtresë e thjeshtë. Dhe atje nuk e di, mbasi e njihni nëna, nuk e di. Sepse besoj se kur vete ta adoptosh një fëmijë duhet të lesh gjithë të dhënat ose nuk e di çfarë rregulla ka. Me vendim gjykate, gjyshja dhe gjyshi juaj, si quhen të tjerët, gjyshi dhe gjyshja prindit birësues të babit? Gjyshja quhet Natasha Kalaveshi dhe gjyshi Petraq Kalaveshi. Zoti Petraq dhe Natasha në momentin që kanë shkuar për të bërë birësimin, e kanë marrë me një vendim gjykate. Kjo është e sigurt. Flasim për vitin 1968 që i bie pas 6 muajve, ka qenë fundi vitit 1968 kur ai është birësuar. Dhe ata e kanë birësuar me një vendim gjykate. Dhe në atë vendim gjykate, padyshim që ka pasur dhe të dhëna për nënën e tij, sepse prandaj nuk kanë dashur t'ja jepnin, sepse ata thoshin që ky fëmijë vjen nga një familje ngritur dhe pavarësisht se nëna ashtu i ka pas probleme, nuk duam të ta japim ty. Po ajo donte atë sepse nëna dhe gjyshi ishin me sy boqelli dhe babi ka sy boqelli dhe thanë këtë duam. Edhe kjo është një element shumë i rëndësishëm, që syt janë boqelli të babait dhe rastësi për ironi të fatit dhe prindi birësues i kanë syt boqelli. Po. Dhe në momentin që ata e kanë birësuar, padyshim e kanë birësuar me një vendim gjykate, siç po të tregoja, dhe në atë vendim gjykate janë shënuar mëmësia, sepse në momentin që fëmia dorëzohet në Befotrof në jetimore, ka një dosje që e shoqëron gjatë gjithë jetës. Dhe në aty në dosje ka ditën, muajin, vitin e lindjes, vendlindjen, mëmësia, atësia, ku shpeshherë mëmësia është e saktë si emër,
Dhe atësia është pikë pyetje ose vendoset një emër artificial, sepse zakonisht fëmijët që lihen jetimori janë fëmijë që vinë jashtë martese. Dhe prandaj ndonjëherë atësia nuk është e vërtet, por me situatën që ti po më tregon që nëna e tij ka qenë në një pozitë të ngritur në atë kohë, Siç më ka thënë mami, po. e njohur, ndoshta ajo nuk mund ta ketë lënë as emrin e vet, kjo nuk dihet. Realisht. Por le të themi në spital apo në spital nëna ka shkuar me babain tuaj dhe s'ka zbuluar asgjë, më the në zonën e Ersekës. Por gjyshja ka treguar ndonjë detaj kur ka folur me Jo, nuk i ka treguar asnjë gjë. Ajo ka pasur djeni për prindi biologjik? Jo. Nuk ka pasur. Tani nuk ka treguar asnjë gjë deri ditën që vdiq. Tani ai ka ditë dhe nuk ka treguar, nuk e dim. Po që nuk ka fol asnjë gjë për këtë çështje fare. E dashur Juliana, kur ke folur me babain tënd, çfarë të ka thënë? Me zotin Roland, sepse ai vërtet njihet me letra kujtim, por Roland Po, ashtu i thraset të gjithë Roland. Dëshira e tij është shumë e madhe që ai ta njeh nënën e tij dhe sa herë unë i flas ai qan. Ma u ngjet shumë dhe qan. Nuk e di, e me fundit kur kam folur i kam shkruar, i kam shkruar një mesazh Odetës. Më tha, "Mua kush është Odeta?" Te emisioni thash unë. Ua, më tha, "Ma vërtet po", i thash unë, i kam shkruar sepse unë dua të gjej nënën tënde. Më tha mua, "Vërtet do ta bësh një gjë të tillë?" Po, i thash unë dua ti, je dakord? Më tha, "Ma po llafe ke, si nuk jam dakord?" Më tha, "Ma do të gjej me bukuritës time." Tash unë nuk e di, po prisni telefonat nga Odeta. Edhe ja, jemi të dyja sot dhe po e prezantojmë për herë të parë historinë e babait tuaj. Kujtim Kalaveshi, që Kalaveshi është mbiemri i pritëve birsus. Por kur gjyshja, se unë dua të të bëj pyetje të marr më shumë informacione, edhe nëse ti nuk i di, në momentin që gjyshja juaj Natasha e ka birsuar Rolandin me emrin Kujtim, ai ka patur dhe një mbiemër. Si e ka patur mbiemrin e parë? Nuk e di Odeta, se di. Pas mami nuk di gjë. Nuk e ka dhënë Nuk di, se unë e kam pyetur mamin, e kam para 10 të shkruaj aty, e kam biseduar, nuk di asnjë gjë mami, di vetëm emrin Kujtim. Që ka pasur dhe asnjë të dhënë tjetër. Sa vjeç i jetë babai sot? Babi në 14 ka ditëlindjen dhe bën 58 vjeç. 58 vjeç. Po. 58 vjeç bën babai juaj dhe sigurisht le të themi e ka marrë atë nismën nëpërmjet teje për të gjetur rrënjë biologjike. Po. Babi e di, kam fol dhe me motrën dhe me mamin, po ato nuk kanë shumë shpresë, ato më thonë mirë. Nuk ka për të dalë ndonjëherë sepse ose lere mos i fusti muhabeti se mund të ketë krijuar familjen e saj ose kështu, unë i thash, po s'ka, le ta ketë krijuar familjen e saj, edhe sikur ajo mos i dakord që ta njohfi, ama ta dim, nga e ka. Duke bërë një llogaritje që babai është 58 vjeç. Të mendosh sa mund të jetë nëna e tij? Mund të jetë 78, 80, ndoshta edhe nuk mund të jetë në jetë. Po, e ka menduar dhe këtë, po. Duhet të llogaritur edhe mosha, ne nuk e dim sa vjeç ka qenë ajo kur e ka sjellë në jetë babain tuaj, por mendojmë një moshë diku 20 vjeç nëse ka qenë apo pak më e rritur. Por gjithsesi, ajo që juve ju intereson është që të zbuloni këtë të vërtet, urojmë që ajo të jetë gjallë, që ai ta njohë nënën dhe ta shikojë, dhe të ketë motra dhe vëllezër, se nuk ka një derë ku të trokasi. Po. E dashur Juliana, këto janë histori shumë delikate. Nuk janë të vështira. Në programet e mia janë histori jo të vështira, nuk i cilësojmë tek ato historitë e vështira. Janë histori që arrihet për të zbuluar një e vërtet, por janë të vështira nga ana emocionale dhe në tërësi të gjithë atij sekreti që mund të jetë mbajtur. Nuk e di nëse ke ndjekur emisionet e mia. Po, i kam ndjek të gjitha, prandaj të shkruajta. Me histori të fëmijëve, të cilët kanë marrë guximin të kërkojnë nënën, një nënë që i ka sjellë në jetë në rrethana të ndryshme dhe është detyruar të braktisi, e ka mbajtur sekret. Sekret që nuk e ka treguar te burri
i saktë, e familjarët. Dhe këta fëmijë shpesh zhgënjehen kur marrin një mohim të dytë nga nëna, se i pari është braktisja, i dyti që ato nuk pranojnë të takohen. Dhe është një dhimbje shumë e madhe. Unë po flas shumë sinqerisht me ty, vetëm dhjetorin e kaluar, një vajzë, diku 27 vjeç, ka qenë me mua në studio për festat e fundvitit dhe kërkonte nënën. Dhe nëna e refuzoi, nuk pranoi ta takonte, sepse nuk e dinte askush që ajo kishte sjellë një jetë të fëmijë. Por rasti babait tuaj është një moshë madhore që ndoshta ajo grua po të jetë gjallë, nuk besoj që këtë plak ta marri me vete në botën e përtejme, ndoshta mund ta thoj të vërtetë që mos ta hidhëroj babain tuaj. Nuk e di, shpresojmë. Nuk e di. Nuk e di, më bëjnë shumë mendime në kokë. Ti thash të gjitha këto që ti je dhe e përgatitur, në momentin që nisim kërkimet, zbulojmë diçka, ti je e përgatitur. Ju e para nga ana emocionale dhe pastaj babai, i cili më the sa herë i them që i kujton familjen, ai qan dhe mendoj që është një person që preket kollaj. Po, është shumë i ndjeshëm. Dhe teksa mundohemi t'i bëjmë surpriza, ta lumturojmë, mund na ndodhi e kundërta, ta hidhërojmë dhe unë nuk dua gjëra të tilla të ndodhin. Po unë ja kam bër parapritje. Ai e di tani. Ai është gati. Nuk e di, ai ma ka thënë, në qoftë se dhe më mohon, s'ka problem, unë e kuptoj sepse ajo do ketë krijuar një jetën e saj, por unë dua ta njoh. E qartë, e kuptoj. Ai e ka marrë guximin të zbuloj të vërtetën, dhe mësoj kush është dhe nga vjen. Kjo është e rëndësishmja. Nuk më ka thënë që jo, nuk dua mos ju fut këtij muhabeti, ose ai më ka thënë po. E dashur Juliana, në emrin e babait tënd, sepse të gjithë ata që e njohin këtë histori, jam i sigurt që do na ndihmojnë me informacione për babain tuaj Kujtim, që erdhi në jetë në 14 prill të vitit 1968, u la në spitalin e Ersekës, dyshojmë ne, dhe më pas kaloi në Befotrofin e Korçës, ku u birësua po në qytetin e Korçës. Nëse dikush do na ndiqte nga familja, nga rrënjët biologjike të babait, ti si mbesa e asaj familje, çfarë do ju përcjellje sot, një mesazh? Nuk di çfarë të them, nuk kam fjalë. Dua vetëm të them që edhe në qoftë se sido që ti ke rrethanat, unë prap i kuptoj. E kuptoj edhe në qoftë se ajo nuk do që ta bëj publike ose që unë e kuptoj rrethanat e saj, por vetëm mjafton që ta njoh, kaq. Që babai juaj Se dua babin tim që ta bëj të lumtur, ti plotësohet, ti realizohet kjo dëshira që ka. Sepse e shikoj gjithmonë në çdo fest që ne bëjmë ose kur mblidhemi njerëzit e mamit, ose ai i gjithmonë si i vetmuar. Edhe gjithmonë i thot mamit, ti ke një derë ku ti ikësh, vetet e kushërinte tu, te vllai jot, unë s'kam asnjë derë, unë ju kam vetëm juve. Dhe këtë që dua ta bëj të lumtur. Edhe në qoftë se nuk i dihet asnjë, në qoftë se mohojnë, s'ka gjë, unë do i kuptoj, si unë dhe nga anë e babait, sepse kemi diskutuar, por ama ta din, kam këtë dëshirë dhe këtë kuriozitet. Ta di dhe unë, nga i kam rënjët, se di. E dashur Juliana, babai ka kontakte me njerëzit e nënës dhe babait birësues, me kushurinë e tij? Jo shumë, nuk i ka shumë të thella, jo. Pas vdekjes së Nuk janë shumë të afërt, pas vdekjes të nënës dhe të gjyshit, jo. Dhe më vjen keq që nuk e ka ta afrimitet, le të themi. Jo, nuk e ka afrimitetin, sepse ata e din të gjithë dhe nuk e afrojnë. Prandaj dhe mua më vjen keq. Gjithsesi, sa fëmijë jeni ju? Jemi 2 motra, unë dhe një motër me e vogël. Edhe ai ka plot. Ka 2 vajza, ka 1 bashorte, kështu që Tani do bëhet edhe gjysh se motra është 7 muajshe. Është mbesa e parë që vjen në familje? Po. Është e para, dhe besoj jeni të lumtur. Mezi po prisni të vi mbesa e parë, do bëhet dhe gjysh. Dhe më vjen mirë. Dhe ne i themi shtazani të mbar. Faleminderit, shumë faleminderit. Juliana, ju sa vite keni që jetoni në Itali? 10 vjet. 10 vite. Po. Goxha vite që je shkëputur nga Shqipëria. Po, 10 vjet jetoj këte. Vete shpesh që shikoj prindrin dhe kthehem këte se kam punën, kam
jetën time. Je sistemuar, punon. Po. Më mirë Shqipëria apo Italia, aty ku je? Në çfarë qyteti? Unë jam në Sicili. Je në Sicili, me ato rrëshqitjet e mëdha, ç'a ndodhi në Sicili? Ndodhen disa përmbytje. Po kish përmbytje, po shqyr pa dëm. Pa dëm. Bëjmë disa dëme kështu, po jo shumë të mëdha, jo. Stabilizuar situata. Po. Më mirë Shqipëria apo më mirë Korça apo Sicilia? Si vendi të nuk të bëhet. Po që unë kam i që vogël edhe jam mësuar, e kupton? Më merr mallu për prindrit, po. Vete i shikoj gjithmonë. Merresh aty me çfarë? Punoj në një qendër estetike. Dhe e mora me mend që mund të punojë në një qendër estetike, sepse duket nga kujdesi i gjithçka tek ty. Po. Dashur Juliana, ne e prezantuam historinë, ju e përsollët mesazhin tuaj, ne do të nisim kërkimet, uroj me zemër që të mësohen sa më shpejt rrënjët biologjike të babait tuaj, ta surprizosh dhe ai të bëhet i lumtur. Do jemi bashkë në kontakt dhe ty të uroj shumë suksese aty. Shumë faleminderit. Më shkruaj për çdo gjë, më merr telefon se po pres me ankth, më thuaj çdo gjë. Të përshëndes dhe të përqafoj nga Tirana. Shumë faleminderit edhe unë. Mirupafshim e dashur. Mirë të dashur miq, që unë uroj dhe shpresoj që Juliana të arrit të gjej gjyshin dhe gjyshen biologjike, të surprizoj babain e saj Rolandin, apo ndryshe me emrin e tij Kujtim, dhe e gjej rastin që të bëj thirrje të gjithë audiencës time, ata që janë duke më ndjekur, ata që mund ta njohin historinë e një djali që erdhi në jetë në 14 prill të vitit 1968, ku nëna biologjike i vendosi emrin Kujtim, nuk dihen rrethanat, ajo e braktisi dhe në pas 6 muajve, ku ishte vetëm 6 muajsh, Kujtimi u birësua pikërisht në familjen Kalaveshi në Korçë dhe prindi birësues i vendosën emrin Roland. Ai sot kërkon të gjejë rrënjët e tij biologjike dhe uroj dhe shpresoj që kushdo që ka informacion të më telefonoj. Mirë, ne do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live për të vazhduar me një tjetër histori, por kush është personazhi i radhës? Hap dritaren dhe e përshëndes. Bajame, përshëndetje. Përshëndetje Zerë, si jeti Odeta, si dukesh? Mirë, si jeti? Të përshëndes shumë për emisionin në marrë që bon, më ke arrin gjithë fëmijë që pa të kujton ata që janë ata autizëm, ata paralizuar, të zotë të bekop me gjithë familjeve dhe me gjithë stafin që përkohën. Ishte edhe 2 prill, dita ndërkombëtare e autizmit dhe u fokusova tek... Jam përlotur shumë, mendoj që ma të lejnë në punë, unë të ndjekë shpesher dhe qaj shpesher. Se i qaj nenat, qaj në unë. Me thënë të drejtën dhe mua më rënqeth mishi kur hapa mesazhet e tua dhe më dërgove foton e vajzës, Violës. Po, zëllë. Por që ka ndodhur me Violën? Viola ime në krye 8 muaj, ja temperaturë e lartë, po e herës kishte makinat shkreta më bimë. Edhe sa e që ma spitalë në fotën të rëtë. Dhe ngeti me probleme, unë shkre, po një vit unë se pranoja të dhe si e jo në në se asë një se pranon të punë fëmija. Pasaj desha e pranohet, në e keke, që shumë ndodhi patisija, dhe ka shumë probleme, është 28 vjeqe, pa duar, pa ken, pa folur, është me probleme me lipepsi e shkunde, tunde. Është dhe me epilepsi. Edhe i ta i për ashtu në kurizor, jam njësa dhe e visë në aqik, jam njësa të në nqetësu se në imbit qka të letë, se nuk e në operacion. Pozicioni që rri vetëm shtrirë ka filluar probleme dhe shtylla kurizore. Po, i ta i po me i po, dhe ka shumë probleme, ka shumë rrimi e dashur, ajo pinë ilaqet e lipepsis të bajsës, të ripseridor, ato më të portat, kjo është tremadoli që pi për të bimje për koskat të tëra të vajzës, e kupton? E shikoj. Po, Bajame, i pash ilaçe dhe më vjen keq, si që ishte. Kemi 30 vjetë me sakrificat më dhaja, arritëm dhe një pa shpinja, tja vetat. Mirë, për shpite mija kanë 5 vjetë të hala vështia. Ka po cakje të halë myrë, ndezë për disanerat, në kanë të tëra të mishtet. Ndezur reflektorat, ndezur sobat. Në të lehë punit vetëm në mes të largështis. Vetëm në mes të largështis. Kam bërë kërkesa, s'mi ka pranuar një rria, s'ma ka pjur një fjallë. Ju ku jetoni, Bajame? Ne jetojmë në Kolonjë të Lushjes, fshati Pitej. Në Kolonjë të Lushnjës, po?
Kemi patur një shoqat kish kështu, në të ndihmuar në pak, po është i të fshati Beter, një bajame, s'do mbaj vetëm një bajame, janë të tërë nevojtarë, më kupton? Por pse kjo lagështia është në zonë, ka gjithë fshati? Jo, me zemër, jo, mi ta shkëmë më atje, deta. Mi kam dy të lagështia të tërë, më të lenë fëmijët, në lagështi, po një për një mbes, vetëm shkojë që i kësë të lagështia. Po që nga të merë. Si po kon nipi dhe mbesa mua. Por nuk keni arritu do t'a gjeni nga vjen kjo lagështi ka që... Wow, gjithë kjo lagështi? Është e papare, është e papare, dhe sot adezur në atë ditë që më blenë fëmijë të dy këtu, në atë ditë ja lagështi e lamanjeve të mi që blenë fëmijë të mua. Dhe mbi të gjitha kjo gjë i bën keq dhe Violës, kjo lagështi ka që madhe? Viola nuk ka rëhata, vini kocë vetëm rëkon, po unë kalamajt i kam kejtë vetë, në t'ja vetë me tension, po sa mora të një zinë, në qështë qashtë të zinë kam të. Po mi tërgon të gjitha. Ato janë pampersit e vajzës. Pampersit e rashka e letë, një ditë paguda me plisma, po të më ndimoj jena në Belgjika dhe më del koca jashtë isha 10 vjetë me ilaçe, pudra. Ja ma këte, që laj njëku një në të javë, laj njëku me tek mi ka të është kjo. Të besoj, Bajame, të besoj, ullu dhe të flasim të dyja, se e di që do të mi tërgosh të gjitha për të më tërguar që ky është realiteti, të besoj 100% për këtë pjesë dhe... Nuk di një vërtetë, po them vetëm se të vërtetat, me kaj sa ta mundësi, vetëm kërkojnë ndihmën e kujtoj që t'jetë, në një biznesmen, në një jashën, kush ka mundësi. Por te bashkia e zonës, ke bërë një kërkesë për të ndihmuar? Unë i thash për pampersa për vajzën asaj dhe më bëjnë e kryetarja e dhe të kisha. I thash, i takon vajzë dhe shpo se s'ka top një 30.000 lekë, nuk e ditë diçka shumë, do thuash si kushet disa janë. I marrë krem dhe pudra, se do pasërtia jo. E qartë. Në zemë. Ta nuk mundet, s'ka fond dhe bashkia. Ta me gjitha të në e mbëllë dyrët më shumë vende, më kupton. Më premtoj një deputete, më tha mua ta po fitova ta, unë dhe më ndojnë stash, unë kam nevoj për një qati, tash ose e kam për mrekullisht shpinë dhe më prishti, është për me shtetë. E qartë. Që nuk porrin do përhat me në kështje në mytë. Do të ime arri në mytë, dhe arri gjithmonë jam, ajë të keqë, ajë e rëndë, ajë në mytë për qërë. Viola aty afër është? Viola një pja. E shikoj, Bajame, e shikoj. O, Viola, zemër! Zemër! Do kujtojnë zotin më dhe në një në që të më tjeshtë. Do të ndimoj data, është shku. E dashur Bajame, Viola fatkesisht as nuk flet, as nuk ka ecur asnjëherë në jetën e saj. Vetëm e të duhet e përënis. Qa kontakt kem qik në ajtë pasë, sa t'jem dhe vjetë gjallë, ta mbaj qik më mirë, se më vinë se se ka shpo mirë. Kusht të ndimon, e vetë me je? Jo, pata djani dhe nusër, më nisë në Greqi, në një 2 vjetë e gjysëm, më rapat kesi e burrit, u aperuat 2 herë në zemra të memorialin në Pia, herë në 3 nuk i hitë të dotë, në Shqipëri ishte e pamundur, u shkëputa në Greqia djari nusë dhe fëmijët në herë në të pak kursime, pak në ndimon të tjarë që formën operacionin në Itali të që në zhvindit. Kam 2 vjetë për vuj jashtë masi, janë një kemi burit e shkrit. Ti pas ke surtaret vetëm me ilaçe, farmacisht, ja. Në qofë se kene një mjek aty që të mbushet mendje, sa bën kjo 130 euro i marrë vetë një pako, po 4. Na i marrin fëmijët se vetë si marrin do të me 100.000 lekë. Ja, këto e një laqët e burrit. Imi kam për matën, me t'ja vetë, tension dhe zëmbër. Po jetë.
E dashur, Bajame, sinqerisht më vjen shumë keq për ty, Zoti të dhënë forcë për të përballuar të gjitha këto probleme dhe mbi gjitha plagën që ke për Violën tënde të dashur. Ka vajtë në fund, se kam 2 vjetë buj me burin, i do është dhënë muj këto mikime. Goca si që pej i hide në kosht të gjitha. Goca vuan, unë se ndimoj dot. Se ka dhe problemet e veta. Do kujdes. Doktorat që bish në familje, se nuk ngrihet ato shandeja. Ajo do për kujdes të veçantë, 24 orë në 24 orë dhe kjo është e kuptueshme. Po, është e madhe se vëzidot nesë më bujë, kam 5 vjetë në diabet, në tension zemën, për malon një trak. Më vika. Bajame, kush është mesazhi që do përçosh ditën e sotme? Sepse ti kërkon ndihmë. Unë kërkoj ndihmë, më bëhet një qati, dhe kush ka mundësi të ndihmoj se neve hallëzimi jemi në një 20 metrë në një bebelin, mos ta vlejmë shumë se vjen të shtrenjta këtu në fshat. Se sa të vinë nga lusja këtu dhe shtrenjta vjen gjithmonë se unë dua për ditë. Por Viola, një qati shtëpie të lutem. Por Viola trajtohet me kemp? 280 lekë, sa do bëjmë të 100 lekë do mish se shtëpi në ato që thashe, lipepsia, shkunde, themelat, do ushqim të fort. Do në qikësu me një luk mish, gjuna në zoti, unë sa vete e nga gojo, e bëja saj që do bëjmë. Qa do bëjmë? Të besoj, uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet, uroj dhe shpresoj që dhe bashkia të reagoj dhe të ndihmoj këto familje që janë në nevojë dhe mbi të gjitha ku kanë fëmijë. Shpresë fundit ti e dashurie motrës, nuk ka as bashki, mos më thuaj as bashki, edhe qoftë në një zmeni mirë që na bëren çati shtëpie, shpresë fundit je ti për Bajame, je ti për të Shqipërinë, ti jo për gazetare, po ti e për kryeministre me dashuri që nuk na ka tropit njëri në derë, dalë që halli ke 30 vjetë, 28 vjetë, ke për të ngrena. Ka vujtur shumë pjotet, ka vujtur të vritur 5 fëmijë sakrificat mëre. I kanë bërë ato shtëpi me pika gjaku dhe jetë tani më prishën për 5 vjetë. Vujti djali, burri ikte në përferët, në përmalët, në Greqi. Rahati një aprishë të një se usmur burri, unë kam nevoj të ndimat e vajza. I kam Italia ndërë, digjetit janë në mëse me të mitë tu, që u aperuar jashtetit, i jashtetit kur një palitra e disës a vlerë. Një operacion zemre. E qartë, e kuptoj vështirësi që po kalon, të besoj për dhimbje që përjeton, prandaj tash Zoti të dhënë forcë për t'i përballuar të gjitha dhe uroj që Faleminderit zoti fundit ti e për nesër. Uroj që zëri juaj të dëgjojë dhe dikush të ndihmoj për pjesën e shtëpisë, por edhe për Violën tënde të dashur. Zoti ma ta ke misa ta kem dhe sot kem të sytë hati shërbet, një ati zoti fuqi ka i dua unë. Qa do bej? Jam e lodhur, jam e sakrificët të mëdha, s'kam që të bej. Faleminderit zotit tim ka befur me këtë djalin e mirë, me burrin e mirë dhe me nusën të shkëlqyer. Bravo. Së rrini brenda. Zotit mi takoj. Bravo, për nusën dhe për djalin që ke që qëndrojnë pranë dhe më vjen mirë. Pranë për vetin dhe jetë, do e bëni vetë ata, do ja halli burri që operon në Itali, do ikën ato talë rritim lodhi. Ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt, uroj dhe shpresoj dhe lutem që të ndihmoj. Shumë faleminderit, ti meriton shumë gjëra të mrekullueshme se ti meriton se na kujton neve. Atë emision që bëre që parë, unë jam të kërcuar në shpirt komplet në vërtet, se s'na kujton njeri që halli kemi, që dhimbje kemi fëmijë. Ku është shtet, ku është pushtet, ku është sociale, ku është asnjë. Dallë se ato i marrin, ku i çojnë? Se ajo ka nevoj. E vërtet. Jepi një ndihmë, një qesë pushime, as rone ujë. Nuk do të hajtë. Qa të bëj? E vërtet, është e vërtet dhe më vjen keq për gjitha këto familje që nuk e marrin ndihmën nga bashkitë e vendit. Nuk na begenisni një. Zoti ju bekov, ty të parën, stafin duhet të mrekullueshëm, edhe asnjëri s'na ka nisën ne. Veç gazetarëve asnjëri tjetër nuk kanë kujtuar. Bajame, unë të përqafoj fort, ma puth edhe Violën fort dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Shumë të faleminderit. Të puth zemër, edhe ajo po të puth. Viola? Viola, zemër!
Zemër. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live modetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.